Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në Rrezë e Dielli, ju përshëndes, është e martë, jemi në transmetim të drejt për drejt, e në fakt, vazhdimisht në studio kemi sjellë histori, jo vetëm në muajin roz duhet të jetë gjithë viti për të sensibilizuar dhe për të sjellë mesazhe, për të marrë masa, për të luftuar këtë sëmundje, por mbi të gjitha duhet të sensibilizohemi të gjithë në mënyrë që kjo sëmundje, ky muaj mos jetë vetëm në këtë periudhë të vitit. Sot do të ndalemi tek historitë, patjetër. Nëpër media të ndryshme, nëpër kanale televizive kemi dëgjuar plot histori frymëzuese se si gratë ja kanë dalë, se si shumë gra ndoshta nuk e kanë fituar betejën me kancerin e gjirit, se si shumë gra vazhdojnë të jenë në luftë me këtë sëmundje. Por patjetër që duhet folur edhe se çfarë duhet bërë për t'i ndihmuar këto gra, çfarë bëjnë institucionet, çfarë duhet bëjë shoqëria, që të mos ngelemi vetëm në teori dhe në fjalë që janë kështu klishe. Sensibilizimi patjetër duhet të fillojë nga ne të gjithë. Do të kemi një histori patjetër të një zonje e cila e ka kaluar, e ka fituar këtë betejë me një kancer përballje para disa vitesh. Por mbi të gjitha ajo ka një mesazh ndryshe nga mesazhet që kemi dëgjuar deri më tani. Më pas, një punë vullnetare që bëhet nga një zonjë tjetër që ka një profesion si farmaciste për të sensibilizuar dhe për të bashkuar një grup të madh grash, qytetarësh, për të ndihmuar këto gra të cilat përballen me shumë vështirësi, më beson, jo vetëm me vështirësi ekonomike. Këto janë dy tema të cilat kemi zgjedhur për ditën e sotme, padyshim do të mbetemi edhe tek horoskopi. Do të jetë Liza Gjika, e cila do të flasi për një këndvështrim tjetër astrologjik të 12 shenjave të zodiakut në këtë javë të tetorit. Në ndiqni do të kemi receta shumë të këndshme, të shijshme me albanën, kështu që le të fillojmë me një nga puna sepse po më pret në kuzhinë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë. Edhe pas ka dalë ky lastik këtu. Si e kemi sot menun në kuzhinë? Ç'gatuhet këtej? Ç'a gatuhet? Lakër. Dëshë lakër dje. Lakër gjithë javën kemi. Derisa të dëgjoj. Desha thosha derisa të përfundoj që gjitha recetat me lakër, po si perime, patlıxhani mban kampion. Po, kemi bërë një statistikë edhe ne. Është perimja që ka shumë gatime, shumë përdorim. Po. Tek lakra nuk është se mbahet edhe për shumë gatime, po një sekret i të them unë që kur ne gatuajmë lakër, pak sod, një korë buke dhe jemi shumë në rregull. Mos sa të shkova të bëj qellja. Faleminderit. Edhe shkoj te lakra direkt këtu. Të shpëton gjë fare. Çfarë pastër është ajo? Një sekondë Niki. Ç'a do gërish aty? Preshin. Gjithë me lakër. Preshin, por gjë ndryshe. Atë trukun që më ke thënë për pastrimin me letrën e aluminit. Ta pastrojmë këtë thikën. Po. Thikën. Të pastrojmë që ato thikat, duhet jetë edhe akoma dhe më të mbreta. Ka të marrim një çik kështu. Edhe, po. Ti bëj topa të vogla më mirë, me letrën e aluminit, që e bën thikën edhe më të lumuar. Sa përdorim letrën e aluminit. Më të lumuar. Po duam ne që orizi ose mielli për shembull mos ja, edhe këtë do të vendosësh pak më vonë për të mbaroj. Ka letrën e aluminit të vendosim edhe tek produktet e thata që në kontakt të drejt për drejt me ushqimin e nxehtë nuk duhet të lëshon atë aluminin vetë, ne nuk duam që të dëmtojmë. Fillimisht do vendosim letrën e pjekës, pastaj letrën e aluminit kur duam të pjekim tava apo gatimet të tjera. E kemi vënë në prizë këtë? Kemi vënë. Po kemi vënë në prizë. E ke haruar atë të se tham ta pastrojmë. Ka më ndryshe, ka më moderne. Dale. Fërkohen dhe pastrohen edhe pjesët e që si kap ndoshta dhe sfungjerit. Padyshim që ka dhe mënyra të tjera. Do edhe një herë Albana kjo. Do mbushur dhe më shumë me letër alumini. Atje dhe ta bëj unë avash. Gjën. Me këto copat e letrës aluminit që mund të mblidhen kështu. Me sodën, mos kalojmë te rërat e balta, se këto janë provë të më shkuara, po këto që kemi në kuzhinë me pak sod, edhe me lëvozhgët kemi treguar për atë kohësh, me lëvozhgët e vezëve, cilat i thajmë dhe i grim po në është për pastrimin e
Po, pastrojmë çdo e në kuzhinë, se tiganët nga pjesa e poshtë me tepsit gjithashtu shkëlqejnë më shumë me këto përbërës që s'ja fare të dëmshëm. Në kohën e tre i bënim me një letër smerile dhe kjo letra e aluminit luan rolin e letrës smerile për thikat. Shumë mirë. Tani, për qepën unë jam shumë në Tani rregull. tash pëllaj pakun nga copzat e letrës aluminit dhe të vazhdojmë. Pra, kam vendosur mishin e grirë, sikur se do vendosë edhe qepën dhe mishi i grirë, kam vendosur vetëm ujë. Shtoj pakës vaj dhe e lë pak sa që të kem mundësim të shtoj qepët e njoma. Duhet shpëlar mirë se ngelet në një copës nga letra e aluminit dhe ju përfundon pastaj në gatim. Ja, kështu. Vazhdojmë me qepën. Duket sikur ky pastrimi, sikur edhe sikur i imprefikat më mirë. Tani qepën, e mirat mirave është që kur gatuar me bëjmë pure. Duket që i ka funksionon mirë. Bëri pure në copëza shumë të imta qepën, mishin e grirë dhe karotën. Këto janë 3 përbërësit e parë që shtuam për këtë Të lutem, tu pakës ujë më vonë, pakës ujë më vonë, pak. Do të shtoj direkt masën e kerit. Nuk është domosdoshmërisht, po të doni shtoni, për të kundër, por jep atë ngjyrën e duhur, sikur se do të shtoj erëzat me radhë. Keri, kripën, piperin pak më pak, unë e kam mbushur këtu më plotse ashtu, do të shtoj në energjikun dhe kam në energjikun e thatë, nuk kam shtuar salcë, si që shikoni, dhe e lë edhe pak të zujtë të lutem, po. Dhe e lë të bëhet gradualisht. Normalisht këtu kam orizin. Kam orizin që unë e kam parazi për efekt kohe, faleminderit. E shtoj direkt. Filloj dhe merrem me preshin. qumsh në duhet Për një pjesën e fushpamje beshamelit. më të mirë. Poll dhe në rrethore. Pra nuk e kaloj në blender. 2 presh janë të duhur. Deri këtu. Këto i kaloj për një bulion më pas perimesh. Shtoj masën e preshit. Po të doni ju mund të kaloni dhe në blender, por e mirat mirave është me që unë e kam bërë pure preshin. Filloj dhe vendos edhe kapakun sërish. E lë. Filloj të merrem me lakrën. Përgatitëm recetën edhe dje. Pushive. Ne do t'i presim për pak ditë kur të bëjmë fasole. Imët. Mendoj që kam një pjesë tjetër, po e kam lënë. Pjesa që na tepron shumë mirë, një mbështjellje me membran, edhe jemi ashtu si duhet. Shtoj pak nga pak, normalisht, derisa lakra si spinaqi e kërkojnë
të hidhet masa jo e grupuar. Është Një faleminderit të këto perime, se të do të bëhet edhe një beshamel më pas. patjetër. Që më shmiel gjallë arë moskat, të t'ja shtuar Dhe konsumohet, ja, edhe këtë pjesën këtu sërish tek për buljon. duen për buljon. Preshi, karota, polakra, ndonjë perime tjetër, ndonjë gjë të dasime dhe një buljon për një gatim të dytë. Një përzierje shumë të mirë. Derisa të pozicionohet dhe bjen volumi. Pra e pat nuk kam shtuar as shmet së kuq as gjë, sepse Tregojmë pak recetën. Ja, të ke keni në ekran me përbërësit që ne po përgatisim aktualisht për një lakër me beshamel në furr. Kështu ta keni edhe në YouTube-in, në kanalin Zyrtar të Rezes. Një lakër mesatare, 600 gram. 200 gram presh, 2 karota. Një qep, 60 gram oriz, një rështa parazjeni. 300 gram mish i grirë, 2-3 lugë vaj, ulliri, nenexhik, krip, piper. Beshameli, si gjithmonë, kërkon 500 ml qumësht, 100 gram gjalp, 2 kokra vezë, 100 gram miell, pak arë moskat dhe pak kerri. Në mënyrën e përkthimit të erëzave, duke qenë se ka disa lloje erëzash kerri brenda, e zgjedhim që të mbizotërojnë këto aromat. lëshon tani derisa i shtova shumë pak e pat juve, shumë pak ujë. Që volumi do të shtoj masën e orizit. Pra, nuk do të shtoj më tepër mish të grirë, sepse duke shtuar mishin e grirë më tepër, ne na merr shi, mish i grirë dhe jo lakra. Shtoj orizin. E kam thënë sekretin e orizit, e zihem një kohësisht oriz dhe ujë, shoh një kohësisht, edhe bëhet ja këtë duarte. Dhe bëhet thjerrja avash. Në sa minuta? 20 minuta. Sepse mua nuk po duhet ta zihet tërësisht, por çdo gatim nuk zihet tërësisht, edhe kur duam ta kemi. Pra kemi një ngjyrë të bukur fort. Me ngjyra të vjeshtë. Ngjyra, vitamina, erza. Bom. E lë dhe ullet pak të zbutet. do të shtoj vezët, ja i vë dhe kapakun, që të kem një zbutje akoma dhe më të mirë. Po e bëjmë vezë pak më tepër, derisa i kam, përse jo. Do thoni ju Albana, Me e për dhe mua të letë. i bën pa dhimbje se... Marr një pirun, mielli dhe arë moskat. Do bëhet kështu pa e kaluar në temperaturë më thjeshtë. po ja. Bëra një raje të shpejt, e largoj dhe marr një tenxhere tjetër për beshamelin. Do të shtoj një mas gjalpi, që normalisht ne dim shumë mirë, për të krijuar beshamelin, mua më duhet gjalp. Po. Më pëlqen që gjalpin të kem ta ndërthur me vajin që është akoma edhe më mirë. E lë të më tretet paksa. Është një mënyrë shumë e mirë për ta përdorur dhe shfrytëzuar lakër, preshin edhe karotën. Të treja janë të sezonit. Shtojmë për shije edhe për vlera të tjera pak mish, të
të grirë, qepa dhe perfekte është si recetë e drekës, e plot i ka gjitha elementët që duhet. Nëse nuk doni, nuk shtoni dhe mish fare, s'ka problem, mjafton që të shtoni më tepër vjozë më pas. Vjozma, Vjozë më shtojeni më që tepër. është lidhse shumë e mirë. Shtoj, miell, e kam thënë që Ola është për të gjitha. Dhe nëse do të dini diçka, asë nuk shoh fare, se është për pica, se është për prazë, nuk shoh. Mjafton që edhe me miell misri. Për pica kemi marrë, si të përgatitëm. Për pica e kam marrë, po. Edhe miell misri nuk më prish punë fare. Do dali pak biles më lajt, duke shtuar më mirë një seshte dhe jo vezën. Si duhet të jetë pjesa kur unë bëj beshamelin, nuk duhet të jetë mielli të kokryzohet, më duhet kjo masë e tillë. Kjo masë e tillë më duhet. Duhet të qëndroj pak sa që të shpërthen aromat. Kur shpërthen aroma e miellit, do thotë që unë jam gati për të shtuar qumshtin. Qumësht, diku tek 500 mililitra. Po, për këtë tavë, për këtë madhësi që kemi të përbërzve, na duhen 2 gota qumësht. I trazojmë, marrë muskat gjithashtu. Për hir të së vërtetës, sa po e mora nga frigoriferi. Përse? Duhet ambienti. Po normalisht nuk kam problem, sepse cilësia e një qumshti, cilësia e çdo produkti duhet të jetë sa më cilësor të jetë, aq edhe më mirë. Pra mua nuk më prishi punë, qumshti i ftohtë që të më bëjë mua në celula të ngrira pjesa e miellit. Ja. Sërish shtoj derisa me lëvizje ciklike, vezë do 1, normalisht. Unë shtova 3, sepse dua të kem një masë më të madhe dhe do ta vendos një tavë një tavë tjetër, ose po të kjo që kemi, apo duhet jetë pak më e përhapur mirë? Edhe këtu. Edhe këtu, për kollajllit pritim pak të bëhet ndërkohë, si duhet pak minuta, ndërkohë kam në dorë edhe arën moskat, që do t'ja shtojmë nga fundi, disa grimca pluri nga arë myshku, dhe do të shkëputemi tani për pak momente nga mesazhi promocionali Prostatol, do të rikthehemi për të përfunduar recetën e parë. Jemi gati të vazhdojmë me recetën. Bëjmë një përmbledhje të gjitha produkteve që kemi shfrytëzuar për recetën e lakrës me beshamel. Kemi 600 gram lakër të bardhë, presh 200 gram, 2 karota, 1 qep, 60 gram oriz, 300 gram mish i grirë, 2-3 lugë vaj ulliri, nenergjik, krip, piper i zi. Për beshamelin ju duhet 300, 350, 500 ml në varësi të sasisë që keni nga lakra dhe preshi, qumësht, pra 2 gota qumësht, 100 gram gjalp, 2 kokra vez, 100 gram miell, pak arë moskat dhe pak kerri. Tani po shtojmë arën moskat, arë myshk. Kerin e kam shtuar. Ose noce moskata, në disa variante, nuk është një produkt shqiptar, por që e përdorim gjërësisht në salcat e bardha, në beshamel e kudo. Në çaj gjithashtu. Masën e kripës, kerin o e vendosim te lakra, ose në të kundërt në beshamel. E largoj. Do thoni ju pse edhe 3 vezë Albana, sepse bigerina më kishte 3 vezë dhe doja të mbaroja punë me atë bigerinë. Si që shihni, vezët nuk u pren. Kjo është cilësia kur themi. Një trajtësisht me kremin. Pakës fare, ku e kam fikur nxehtësinë, është në 0.
Bëj një nivelim. Të qojmë gjërat në vend, si i thonë, të jetë në një nivel të bukur. Nuk më duhet të jetë e mpiksur e trash Po, se do më beshameli. E shtoj direkt. Në këtë mënyrë, beshameli shkon deri në fund të tiganit apo të tavës. Dhe kur të serviret, kjo do serviret si një tavë. Po, patjetër, mi edhe pak fare krip. E mira të mira vesh gjithmonë. Të E ketë mbarta pak të ja. shien e mirë. Njës përkatje lehtë fare me krip. Në furrë të parangrorë që unë e kam në sa? Në 220. Në 220 dhe më pas kur merr atë nxehtësinë maksimale që ne e shikojmë, bëjmë një ulje të temperaturës. E marr dhe e vendos direkte në furrë. E vendosin, fura është mjaftueshëm ngrohtë. Edhe tava me produkte sigurisht është e ngrohtë dhe vazhdon këtu procesi për disa minuta që të presim, ta tregojmë pastaj edhe për ju të përfunduar këtë tavë me lakër, me beshamel, me karota presh dhe me mish të gërir dhe pak oriz. Këto janë përbërësit. Do kalojmë apo do pim kafe? Atëre, bëje kafen, derisa unë të sistemoj të transferoj produktet e tjera. Pak ekspresin, ndërkohë regjia le të na ndihmojë, ndërkohë me pra le bëhet të gati dhe bëjmë ekspresi ynë. qull, ose mish pule me qull, ose qull me pul dhe me ara, si të dëshironi ju. Në varësi, si e cilësoni juve. Mishin e Arrat pulës. sa po të qëruar, të njoma. Shi, aman, se... E me, shko këtheu nga mbrapa me ndonjë, se kështu shko, të njoma Shumë të mira fare. që Si në sa kanë. të njoma? Tani këto të njomat pak e kanë kohë në fakt të qëndrojnë të njoma. Këto peshojnë shumë, e thënë të drejtë. Peshojnë më të njoma, shumë. po. Këtu Unë është që ajo... kam bërë, kam blerë ara të njoma, e duke qenë se këto myken po t'jenë, duhet t'jenë të thata, të thahen mirë pa të qërojnë, ose i mban pastaj për në vazhdimësi, kam futur në ngrirje. Pa ja hequr atë pjesën e brëndshme, Po. në qeska, në ngrirje dhe kur i shkrim pastaj që i nxjerr janë kështu njësoj. Nesër, paru që se mua. Ja që s'kam brazir nga këto. Erdha, dhe ta bëjmë qull me ara atë recetën tradicionale, apo jo? Po. Si që bëm përmeti. Dhe ati përshëndes gjitha ambisat e përmetit se e meritojnë. E meritojnë. Dhe jo vetëm, dhe jo vetëm. Përmeti po të Absolutisht, gjitha. kjo është një recetë që më duket si universale, më duket, aq që shishme bëhet, me pak qull, me miell gruri apo miell misri, me arra, me aromën e pulës, etj. Ndërkohë, ndjejmë njërë këtë aromën që Lavazza ka rezervuar për sot, të zgjodha këtë kapsulën Divino. Shumë shpejt do të marrim dhe aromat e tjera, shijet e tjera të Michelinave, mbaroi procesi, për pak sekonda një buton dhe sjell kafen direkt në tryezën e Albanës. Atëherë, lexojmë produktet e recetës së qullit me ara me pul dhe më pas e vazhdojmë ta gatuajmë, shohim së bashku se çfarë përmban kjo receta, ndërkohë edhe ti me atë rrufitjen tënde show, mund të vazhdosh të shijosh kafen. Zog fshati me qull dhe arra. Një zog fshati, patjetër që duhet ta zjeni, 2 lug gjalp, 2 lug miell misri i verdh, 150 gram arra, ujë dhe krip. Shikni sa pak produkte ju merr kjo recetë. Kemi zjerë pulën, e kemi ndarë atë në copza, në pjesë kryesore. Disa mund t'i lëm për një recetë tjetër, disa i përdorim për këtë. Ju duhen arra të qëruara, mirë është që çdo produkt faktikisht i frutave të thata të qërohen në çast. Janë më të kontrolluara, më të sigurta. Vetëm pastaj kur ja besojmë kompanive që janë cilësore dhe janë të kujdesshme në këtë përzierje në ambalazhim. Tani e skuqim pak ne atë, kemi dhe lëngun që na ka tepruar. E shfrytëzojmë ose me ujë. Kemi pulën që mund ta ketë mbetur, mund ta nisim për këtë recetë. Çfarë të ketë dëshirë? Unë mora disa pjesë të pulës. Të them të drejtën, kisha bler një pulë, edhe mora vetëm. Ato thash, domethënë që ne ndajmë e përdorim për sepse ato që janë dy veta çfarë do bëjnë? Do vë një pulë. Vetëm thjesht për të dukur pula.
pjesët e pulës. Pjesët e pulës. Janë disa gatime që duan pjesë pule, janë disa gatime, për shembull, që duan një pulë të jetë shumë. Ne nuk kemi nevojë për bukuri, por kemi nevojë për shije. Dhe shijen do ta keni patjetër. Do të shijosh pak kafen, të shkputemi për atë hapësirën tonë të reklamave, edhe që mishi me atë faqen dhe qullin dhe vendosin pas e të arave të regojmë më pas. Të bëft mirë kafe, është jemi pas publicitetit. Të lumshin duart. Të bëft mirë. Pas publicitetit. Se erdhën këtë pjesë të dytë, të tretë, fundit të gatimit, por më të rëndësishme sepse kemi një recetë shumë të shijshme të traditës, që është pul me qull me arra. E lam aty tek kaurdisja, zjerja pak më tepër e mishit të pulës, sepse të përgatisim qullin më pas, arrat e qërruara në qast, e kemi grirë në copza më të vogla, që do t'ja shtojmë gradualisht. Largoj. Do shtojmë tani tiganin, mielin. Lëm pak sa këtu, kujdesim mos të. Dhe pjesën e yndyrës. Me pakës. Tashmë e dini që unë gjithmonë veproj gjysmë vaj, gjysmë gjallë. Pak më pak. Pak më shumë gjallë, pak më pak vaj. Që të ketë atë shijen. Tu duhet të ke më tepër lëng, për një shije më intensive, dhe nëse ne duam shijen e duam pak më pak dhe kemi më tepër mish, atëherë është më pak, unë e kam fokusuar te mishi, dhe lëngu është më i pakt. Do të shtoj mielin e misrit. Mielli i misrit duhet patjetër të jetë i verdh. Edhe për pamje dhe për shije, duhet patjetër të kokrizohet. Shtoj. Po talë edhe më pak. Normalisht që do krijohet ajo pjesa që them unë, pjesa e qullit. Derisa është e njëjtë për gjithçka, derisa aroma të shpërthen në çdo lloj gatimi. Nuk është vetëm te mielli, po te mielli ne kuptojmë që shtoj masën e lëngut. Derisa të kemi një masë kompakte dhe të zijej pak. Furrën e kemi të parangrohur, unë s'kam nevojë për parangrohje sepse e kam në aksion dhe shtoj gradualisht masën e ujit. Ujin e kam në temperaturë ambienti. Do të shtoj super dhe piperin, pjesën e piperit, masën e kripës, dhe janë çok gjyzel. I largojmë. Pjekjen do ta bëjmë në këtë tavën e traditës. Po. Tavë balte. Arat i kam. I kemi grirë arat, i kemi gati për t'ia shtuar. Nuk do ta laj. Ne zgjodhëm vetë që të mos i shtojmë, se disa zona e bëjnë dhe me hudhra, disa fare. Hudhra. Sot e kemi zgjedhur vetë se mund të ketë pyetje nga zonja. Thotë të i shtojmë dhe hudhrat apo i haruam? Jo, nuk i kemi haruar hudhrat. Thjesht kemi zgjedhur vetë ta gatuam. Ka mënyra të ndryshme të gatimit. Ka që e bëjnë me miell gruri. Po ka që e bëjnë me miell gruri. Largoj, transferoj dhe pakës do thoni ju përse gjalp,
sepse dihet që arat kanë yndyrnat e mira sikurse dhe bajamet, por më duhet paksa, sikurse të shtoj edhe pakës fare krip këtu. Kripën, marrë dhe masën e piperit paksa tek arat. Janë të njoma dhe dua t'i thekroj paksa. Paksa. Kur themi fshat e zanat. Lëshojnë ato aromën e tyre karakteristike. Lëshojnë aromën. Dhe ruajnë ato aromën deri në konsumim, deri sa përfundon pjekja në furr. Mua nuk më duhet të trash pjesën, sepse do shkoj në furr, do kaloj në furr. I jap një përzgjedhje të mirë, që të jetë e një trajshme pjekja. Në momentin që sërish përsëris veten, lëshohet aroma, që është pak më e vështirë për të lëshuar aroma e arrave të njoma, është më e vështirë. Se kanë lagështinë, sa të thahet lagështira, pastaj të vazhdoj të piqet. Transferoj masën e arrave. Më duhet ky tigan. Për të mos pasur atë trashësin, e shtoj direkt. Derisa të mbulohen, posaçërisht afërsisht e gjysma. E largoj direkt. Topat e pulës. Si ka vetur asgjë tjetër përveç se ta vendosim të piqet në furr. E vendos në furr. Në fund fare, ne po të duam i shtojmë pak fare piper. Pak fare, mos më thoni që e ke myt. Masat janë 3 herë kam shtuar, por nga pak. Piperi dhe kripa e ndajmë atë masë që është eksakte për këtë recet, e ndajmë në 3 momente. Dhe e vendos në furr me shumë lezet. Ne mund të vendosim dhe mund të sjellim edhe tavën e lakrës. Atë do bëjmë. Kujdes, se kjo avulli është në njëherë, i vetëm i bezdisshëm, po qerpikët, fytyrën, avull furre. Një sekond që ta vendos për para. Kjo është tava që përgatitëm të parën me lakër, me oriz, me mish të grirë, me presh, me karota, me beshamel. Kjo është beshameli që është mpiksur, është pjekur, ka marrë të ngjyrën e kuqeremt, do të ftohet, kulloj pak tava dhe më pas do ta presim njësoj siç presim tavat e tjera. Provojeni, është shumë e shijshme. Ka një aromë shumë të mirë që vjen tani që është pjekur. E shohim dhe së bashku recetën dhe ndërkohë Albana do të bëhet patjetër gati për recetën e tretë. Së bashku shohim në ekran recetën e lakrës me beshamel, të gatuar në 2 fronte pune. Pjesa e mbushjes, kaurdisjes dhe më pas beshameli. Shifeni pak recetën, ju duhet një lakër mesatare ose gjysmë lakre 600 gram, 200 gram presh, 2 karota, 1 qep, 60 gram oriz, 300 gram mish i grirë. 2-3 lug vaj ulliri, nene gjik, krip, piper i zi. Edhe për beshamelin, për masat që dijen, 2 gota qumësht ose 500 ml qumësht, gjalp, 2 vez, 100 gram miell, pak arë moskat dhe pak keri. Këto janë për masat e tavës. Jemi gati për një recet tjetër tani. Çfarë përgatisim më tani? Vendosëm pulën me qull të piqet. Tani të brëndshmet e baktis. Shpret këmbëlqia. Po, çfarë të brëndshmet? Edhe zor të vogla të njoma. Unë nuk pata zor të njoma dhe prandaj nuk i mora. Dhe i ndyrën direkt. Po. Plënc pjesë vogël, por i lash zor dhe plënc i lash pak më njanë, sepse ka një gatim tjetër më specifik për ato. Do të shtoj direkt pjesën mëlqi veshk, mëlqi e bardhë, mëlqi e zezë. Këto përdora unë sot. Do të shtoj këtë pjesë të fundit të gjalpit. Janë gatime me gjalp sot dhe prandaj zgjodha që ta mbaroj. Shikoni, do të kemi të gjitha brenda ditës. Po patjetër,
Ne zgatuajmë për gjithë ditën. To janë ide. To janë ide. Për 3 ditë të drekave tona. Sa më shumë të gatuat mëlçia, aq më keq është. Aq më tepër forcohet. Është problem mëlçia e viçit, e derit, e qingjit, pra ka ndryshimet. Mëlçia e derit është tepër e fortë dhe faktikisht to përdoren për disa gatime të krahinave në veri. Përse? Sepse mishi i thiu, si themi ne, don një klim shumë të ftohtë. Lakra kërkon një klim shumë të ftohtë, prandaj në Shqipërinë e Mesme përdoret pak më pak. Por tani klimat kanë ndryshuar. Tani kemi ver, dimër. Jap një përzierje të duhur. Do të shtoj dhe jo më pa qëllim qepën, bëra gririn e qepës këtu ku kisha dhe arat. Të marri pak sa shije. Të marri shije. Por mos të marri meritat. Më pyet mbesa pardje, që të halla do shumë. Hallabana më thot, shkova në shkollë, është në klasë të dytë. Hallabana tha, shkova në shkollë, tha, edhe të them të drejtën, tha, kopjova. Që nga treguar e sinqert. Po përse kopjove? Ajo është shumë e zgjuar. Do thoni ju është aq e zgjuar sa kopjon. Është diçka më vete. Derisa ka treguar, të keqën halla i thash, të kopjosh nuk është edhe në një mundi madh. Por të krijosh lëgjurm. Të kopjosh është të shndrosh në këmbë. Kurse të krijosh është gjë tjetër, të keqën halla i thash. Krijosh lëgjurm. Kopimi nuk të jep në një gjë të madhe. Për momentin mirë e ke bërë, i thash. Nesër vazhdo punën tënde. Lërgjurm. Por ja thash në këtë mënyrë, sepse ajo gjurma e saj e vogël, nesër pas nesër mund të bëhet një gjurmë e madhe. Prandaj më mirë të jesh origjinal se sa një kopim kinez. Të zgjidh për momentin, po, të zgjidh për momentin, por shumë të lëgjurm, shumë bukur. Këto cilësitë e duhura dhe produktet e duhura janë gjithë mbetet shija. Mbetet shija. Do të shtoj në këtë shije, që me thonë drejtë nuk e di, jugu e ka të Shqipëria e Mesme këtë gatim. Shtoj pakës fare piper, kështu si me lezet. Edhe kripën pa tjetër që do të shtoj. Pra ideja është në kripën e shtojmë pasi është... Në fund rregullojmë shijen, aq sa na duhet. Unë tani shtoj pak. Unë tani shtova pak. Ja, ku e kam këtu. Filloj dhe masën e qepës. Dhe me pak ujë që të mos thahet masa. Niki, do më duhet pak ujë aty të lutem. Kam masën ja, dhe nëse duhet pak më tepër, se do shtojmë edhe miellin. Do shtoj pak miell. Do shtoj pakës miell. Derisa po të duam ne mund të shtojmë edhe specë djegës, po të duam. Po. Mund të shtojmë specin e kuq. Para specin e kuq. Patjetër që do të shtoj pakës më vonë. Pakës më vonë. Derisa Niki të marri fjalën që unë të bëj një lëvizje. Shkon shumë mirë. Aman të gjitha i thua. Çfarë ka bardhë të nxjerr bardaku? Aman, Niki, aman. Shtoj se na shijojnë. A të shkoj me vrap. Shkoj me vrap. Sikur ja zbret pak edhe atë aromën, karakteristike që kanë të brendshmet, por jo vetëm, se speci djegës është edhe shumë i shëndetshëm. Ne kemi folur për vlerat dhe benefitet e tij. Në çfarëdo lloj varianti ose varieteti qoftë ai, qoftë në farra që janë dhe më pikante, qoftë edhe ai speci i jeshil apo speci kuq i holl që i jep atë lezetin e shijes. Mos ha, tani vështoj. Është djegës, është piper i kuq, po është djegës. Të paprikën, pikante. Mos odhe shumë, është shumë djegës? Jo, sepse kam bërë një përzierje të specit kuq të ëmbël me djegësin. Sepse është tritol, në të kundër është tritol. Pak sa për shije dhe do të shtoj gjysmë, sepse kam punuar me pakës, me gjysmat e masave kam punuar. Dhe kështu përfundon dhe kjo recet. Një përmbledhje tani të shpejtë të brendshme qingji me miell mistri,
Shumë e shishme dhe pak përbërës. 500 gram të brëndshme qingji, një qep e thatë, mund t'jen dhe vici, por receta është e njëjtë. 2 lugë 3 gjalp i tretur, 6 filxhan çaj bulion të brëndshmet, nëse do t'i zjeni, nëse të kundërt vendosni ujin, nëse i ka urdisni direkt. 3 filxhan çaj miell mistri dhe vjozëm, krip, piper i zi. Për t'ia shtuar në fund fare. Erëzat gjithmonë i shtojmë në fund fare. Në gjik, vjozmë, mente, këto erëza tipike, të cilat përdoren shumë, kryesisht ju Glindja i përdor jashtëzakonisht shumë, po tashmë ato janë bërë për gjithë ne, sepse kanë shumë benefite. Përfunduam ne tani me hapësirën tonë të gatimit, e lëm të zjej në temperaturë mesatare, nuk kemi pse ta sforcojmë. Do t'jem recetat në kanalin tonë në YouTube, në rrjetet tona sociale, ndërsa unë ju pres pas fleshit informativ. Të lumshin duart. Faleminderit. Mirupafshim, shihemi pas pak. Mirë se erdhët në Reze Dielli. Sot kam 2 zonja në studio, Yrjen e kam bërë dhe kam treguar që do t'i kushtojmë një vëmendje të posaçme tetorit Rodh, i cili nuk duhet të jetë vetëm në këtë periudhë të vitit, mesazhe sensibilizuese patjetër dhe ndihma dhe le themi ndihma konkrete duhet të jenë për gjatë gjithë vitit për gratë që kanë një betejë qoftë i kancerit të gjirit, qoftë i llojeve të tjera të kancerit, sepse betejë është e madhe, lufta është e madhe, disa ja dalin, disa nuk ja dalin, disa e fitojnë këtë betejë dhe gjejnë forcën për të dhënë mesazhe frymëzuese, disa të tjera humbin jetën. Patjetër që ka një sfidë dhe një luftë të jashtëzakonshme familjare, por edhe vetë çdo gruaj që e përjeton. T'ju prezantoj pak me të ftuarat që kam në studio. Jam me zonjën Fatbardha Kaçi, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Gazetare, autore librash dhe ish mësuese në pension. Por mbi të gjitha një fitimtare betejës tënde me kancerin. Falenderoj që je këtu në studio, që ardhur nga Shkodra. Mirë se erdhe dhe ti. Julinda Përndrecaj, farmaciste dhe vullnetare Europa Don Albania. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, kënaqësi të jam këtu me ju. Dhe kur dëgjon fjalën vullnetare, sikur të jep një lloj shprese, sikur ka njerëz që ndihmojnë, japin kontributin e tyre. Prej sa kohë është punon si vullnetare? Ta nisim bashkë, meqense jemi në muajin Rodh. Si fillimisht, rrugëtimi me Europa Don Albania, që është shoqata e grave me kancerin e gjirit. Ky rrugëtim për mua ishte shumë e veçantë dhe ka nisur nga dëshira për të dhënë një kontribut në shëndetin dhe mirëqenien e grave në Shqipëri, e cila është një kauzë në fakt që lidhet mjaft ngushtë me profesionin tim si farmaciste. Fatmirësisht unë nuk kam pasur një rast familjar me kancer gjiri, por gjatë punës që të frymëzoi të futeshe në këtë rrugë. Por gjatë punës në farmaci kam parë se në fakt shërimi nuk vjen vetëm nga trajtimi mjekësor, por vjen edhe nga ndërgjegjësimi, vjen edhe nga informimi dhe mbi gjitha edhe nga mbështetja emocionale. Kështu që për mua Europa Dona ishte një mundësi mjaft të mirë për të dhënë ndihmën time dhe për të treguar se me shpresë, solidaritet dhe kujdes ne mund të ndryshojmë jetë. Dua të theksoj sidomos brezi i ri duhet të jetë akoma edhe më i ndjeshëm dhe më aktiv ndaj kauzave të tilla, pasi ndryshimi nis pikërisht nga ne dhe nga gatishmëria për të ndihmuar, për të vepruar dhe për të mos qëndruar indiferent ndaj këtyre kauzave. Ku konsiston konkretisht puna jote si vullnetare? Unë pranë kësaj organizate punoj prej 3 vitesh, jam përfshirë në nisma të ndryshme që kanë të bëjnë me ndërgjegjësime ndaj kancerit të gjirit, por edhe në nisma të tjera, si për shembull fuqizimi i gruas nëpërmjet informacionit, nëpërmjet edukimit, apo ndërmjet aksesit në kujdesin shëndetësor. Çdo kush që ka dëshirë të bëhet pjesë e kësaj, pjesë e stafit të Europa Donës, është më së mirëpritur, pavarësisht moshës apo profesionit, mjafton që të ketë dëshirën e mirë për të dhënë një ndihmë, një kontribut dhe për të qenë sa më pranë këtyre grave që përballen çdo ditë me këtë sfidë. Ne kemi nevojë për më shumë duar,
ndihmuar, kemi nevojë për më shumë zëra që të përqojmë së bashku mesazhin e bukur të shpresës dhe të forcës. Puna ime si vullnetare ka të bëjë me organizimin e aktiviteteve publike, eventeve informuese. Të cilat përqendrohen kryesisht në tetor apo për gjatë gjithë vitit? Në fakt për gjatë gjithë vitit, jo vetëm gjatë muajit tetor, dhe gjithashtu puna ime ka të bëjë dhe me koordinimin e vullnetarëve, si dhe në krijimin e urave të komunikimit ndërmjet organizatës dhe komunitetit, sepse ne jemi aktiv për gjatë gjithë vitit me evente të shumta. Kontakti i drejt për drejt është me gra, me vajzat cilat janë prekur nga kjo sëmundje. Që kanë kaluar si sfidë apo që po përballen me ta. Që po përballen, të dyja janë të vështira për t'i qëndruar pra për t'i mbështetur, për t'i dhënë mbështetje morale, psikologjike gjithashtu, besoj se qendra ka edhe psikolog që merren, sepse duhet një punë e madhe të punohet me veten, të ndihmojë edhe të tjerët për ta përballuar, sepse në momentin që ti dorëzohesh, edhe sëmundja sigurisht bën të vetën. Ke ndonjë histori që të ka prekur, të ka dhënë bresa, të ka mbetur në mendje? Në fakt, duke ruajtur dhe anonimatin e zonjës. Në fakt, historit janë të shumta, por njëra që më kam frymëzuar shumë është e një gruaje nga fusha e shëndetësisë, e cila punon çdo ditë me mjek dhe me pacient. Më kam frymëzuar shumë mënyra e saj, vetë zonja është përballur me sëmundjen e kancerit të gjirit, një periudhë mjaft e vështirë në jetën e saj, por ajo nuk është dorëzuar. Kjo më ka frymëzuar mua mënyra se si ajo arriti këtë forcë, këtë dhimbje ta kthej në forcë dhe këtë sprov ta kthej në një mision për të ndihmuar dhe suportuar si vullnetare aktive pranë organizatës tonë, për të qenë një shembull frymëzimi për shumë gra të tjera. Për mua ajo është një alkimiste e vërtet, sepse nga kjo periudhë e errët e jetës së saj u bë një dritë për shumë gra të tjera që përballen me këtë sfidë çdo ditë. Bukur. Dhe zonja Fatbardha, sa ashtu me ne sigurisht që është një histori frymëzuese, që sigurisht do të ketë dhe mesazhe deri në fund të bisedës për të dhënë për çdo grua, vajzë që po përballet me këtë betejë të ashpër të kancerit, qoftë kancerit të gjirit, qoftë kancerit tjetër. Ke punuar gazetare, më the, në cilat vite? Nga viti 7 në radio televizorin shqiptar, nga viti 1974 deri në 80-ën. Pastaj u martova në Shkodër dhe kalova në profesionin e mësuesisë. Çfarë lëndë ke dhënë? Filozofi dhe gjuhë letërsi. Po me shkrimin ke filluar merresh? Kam filluar që në moshë të vogël 10 vjeçë me vjershat që kishim në atë kohë dhe vazhdimisht kam shkruar kështu. Dhe kam drejtuar rrethin letrar në 8 vjeçare në shkollë të mesme. Pastaj fitova dhe konkursin, se ishte jo vetëm me drejtë studimi, po dhe konkurs gazetaria, mbarova fakultetin e gazetarisë, pastaj mbas një viti mbrojta dhe diplomën tjera, dhe kam punuar në radio televizion. Radio televizion dhe më pasin mësuese. Në cilat vitet ju përballen me këtë betejë? Po, ka qenë rreth vitit 2010, 2012, diçka e tillë. Nuk e kuptova në fillim, që kisha lodhje të vazhdueshme, rënje e rezistencës, ana fizike, kështu. Por, kur avancuan qelizat kanceroze, fillova kisha probleme hemoragji. Dhe atëherë me këmbguljen e motrës, sidomos në pak indiferente, kështu. Megjithëse isha shumë e lodhur, erdha këtu në Tiranë dhe bëra një kontroll. Ginekologjik. Ginekologjik. Dhe e kapi mjekja që isha... Nisur edhe nga simptomat, apo jo? Po, simptomat edhe ishin paralajmëruese me një fjalë, ashtu. Ishte edhe diçka tjetër, dua të them, përgjithsisht trupi na jep mesazhe që kemi ndonjë problem në gjë. Duhet të dëgjojmë trupin tonë. Duhet ta dëgjojmë. Por ndërkohë që kishe këto mesazhe, kishe frikë të shkoje të bëjë një vizitë? Jo, nuk ishte frika, ishte besimi dhe mos besimi. Domethënë këto mesazhe janë të vërteta apo janë frut pjellë fantazisime. Kjo ishte dilema ime. Pastaj kur u bë e qartë, ke një ndoshta frika, ndoshta ngurrimi që ndjen në vetvete. Po ishte, unë thënë, në këtë rast ndoshta edhe prej saj, motra që kam nguli, hajde kontrollojmë në Tiranë. Dhe pastaj bëra biopsinë.
Dhe në analiza doli që e kisha kancerozë qelizën. Nuk e harroj se pas 3-4 ditë që bëra biopsin, më mori me bi në telefon, është e martuar, jeton të Tiranë. Dhe më tha, ajo, pa më folu gjë, filloj të qante në telefon. I thash, shke që qanë, ka dalë kancerozë, mami. I thash, po ti po më qanë për së gjallë, i thash, thash, unë nuk dorëzohem, unë do luftoj, i thash unë. Ti do më ndihmosh apo jo? Ajo e mbylli një herë telefonin. Pastaj pak e hapi prapë të filloj. Po ti je heroin. Ana i qojnë. Ana i thash, shpirti mami, unë nuk dorëzohem, unë do të luftoj. Tash do të thoni, a kisha një para përgatitje psikologjike. Në asnjë mënyrë, mua më erdhi në mënyrë instinktive. Kjo qëndresë, kjo rezistencë, kjo forcë. Ndoshta është ajo ndjenja e thellë e mëmësisë që për fëmijët aty e gjete ato mbështetjen e fortë dhe forcën e madhe për ta... Tek vetvetja. Në radhë të parë, të gjitha grave që kalojnë këta, duhet të kërkojnë nga vetvetja. Nga kjo vetvete, nga kjo qëndres, ti ta ushqesh veten me forcë, të thua që unë nuk dorëzohem. Unë do të luftoj. Që në atë moment filloi e kalvari gjatë apo jo? Mendoj, unë po flas për përvojën personale, në një të ndryshëm, reagime të ndryshme. Por mendoj që ka të bëjë edhe me sistemin tonë nervor. Se truri programon mënyrë ato qelizat tona, neuronat tona. Ti punove me veten, Fatbardha. Dikush tjetër patjetër që nuk e ka këtë forcë për të punuar dhe do mbështetjen nga jashtë, do patjetër dikë që ta mbështesi, ti flas, të thash, jemi individ të ndryshëm. Jemi individ të ndryshëm. Por me këtë rast, me këtë muaj, me këtë sëmundje kaq të rëndë, mesazhi që japun është një herë, kërkoj vetes. Po. Kërkoj vetes guxim dhe kurajo. Si vijoi më pas trajtimi? Ti operove, fillove me kimio? Po, operova. Pastaj filloi me radioterapi. Një muaj e gjysëm, dhe ishte një rrezatim abdominal. Jashtëzakonisht i vështirë. Si të forgohesh. Më kthenin herë një krah, herë tjetër, herë në shpinë, herë përballë, edhe më ranë të gjitha organet e trupit. Nuk haja dot, nuk më mbanë as dorët, as stomaku, kështu, me rekomandimin, mua më kanë ndjekur pastaj, bas terapisë, Silvana Celiku. Po edhe në atë kohë, më jep një rekomandime, kam ngrënë sallat jeshile, vetëm sallat jeshile, nuk më mbanë stomaku as gjë. Ishte një gjendje jashtëzakonisht e rëndë dhe e vështirë. Ashti, ta kujtosh atë kohë, është e dhimbshme. E shkon ndonjëherë në përmendje, thua si kaloi, ishte si një ëndër e keqe. Të kujtohet vetë pas vitesh që kaluar? Në memorien time, në kujtesën time, ajo periudhë ka qenë shumë e turbull. Do të thënë, kjo ka ndodhur si duket nga lodhja fizike, që më ka dhënë edhe lodhje mendore, kështu. Si një ëndër e keqe, sepse ra shumë fizikisht. Edhe mendërisht ndoshta, nuk e di, si në përhanë, si e huaj, si e humbur, por mbështetja dhe dashuria që më dhuruan pa kushte, ishte e madhe. Sigurisht që radioterapia të lodhi dhe të shkaktoi më ktheu që parë edhe një plagë të pjesa abdominale apo jo. Që ishte akoma një sfidë e dytë. Më ranë organe, kështu, po në një zonë të caktuar të pjesa ku kishin vezoreve më sipër, më bombarduan më shumë. Edhe unë e quaja trekëndshi i Bermudës, ishte, nuk zinte kore lëkura, ishte mishi kreti gjallë, sa shu, dhe ishte jashtëzakonisht e dhimbshme, shumë problematike, dhe kjo gjendje mua më mbajti për një 10 vjetë, nuk zinte kore. 10 vjetë? 10 vjetë. Kjo plaga që u shkaktua nga radioterapia. Plaga që u shkaktua nga rrezatimi, nuk... Çfarë thoshin mjekët? Nuk e mbyllnin me ilaçe, me mjekime? Absolutisht nuk ishin të thonin, nuk më thanë asgjë. Unë e gjeta zgjidhjen vetë. Si gjete zgjidhjen? Me një lloj kremi që e përgatisja vetë. Po kishe dëgjuar, si e përgatite kremin? Po, mua, se jemi vajzë Xhaxhaj, vajzë Teza, ajo është në Athinë. Edhe më dha një recet kremi për fytyrën, thashë. Edhe unë mendova, po mirë, thashë, është kaq e mirë për fytyrën, të provoj te trekëndshi Bermudës, thashë. Dhe për një javë ajo përtha me një herë. Edhe shpëtova. Interesante. Tani ndjesh mirë. Ke bën vizita të rrepashershme? Kam bërë mas sigurisht kur isha në terapi kontrollohesha, bëj analiza se ishte rënja e leukociteve, sidomos problematike. Edhe 2 herë kam bërë pauza të rrezatimit.
Ka shkuar rezatimi 1 muaj e gjysmë. Pastaj, pas rezatimit, kontrollohesha, vija në Tiranë 1 herë në muaj. Bas 1 viti, 1 herë në 2 muaj. Bas 1 viti, 1 herë 3 muaj. Duke u zgjatur distancat e kontrollit, deri më vonë, unë kam ardhur për kontroll 1 herë në vit. Ndërkohë kur ishte ajo gjendja e vështirë, ti the që kam qenë shumë e turbullt, po diçka bëje, më the që merresh edhe me punëdore, që të humbisje mendjen. Po. Arije do të shkruaje atë periudhë apo Në atë ishe lodhur dhe nuk periudhë, ishe frymëzim? sinqerisht, kam qenë e turbull, nuk kam shkruar, po mua kam pasion edhe të pres dhe të stiloj robe, thashu. Që në moshë të re, pasioni tjetër përveç të shkruarit, leximit, thashu. Edhe ma dha intuita, nuk e di, insikti im që të merresha me diçka kështu. Prisja e rregulloja roba e gjëra, thashu. Dhe mbaj mend më erdhën kolegët, shoqet e punës, dhe më gjetën duke rregulluar një xhakovente, thashu. Ato sigurisht mesazhi që jepet një smuri me kancer është që më së shumti kjo do të shkojë. Dhe po më shihnin të habitura, se si unë po merreqa me rroba, po rregulloja. Unë e kuptova habin e tyre. I thash, sa keni, am shifre mirë, thash, unë nuk dorëzohem, ja shikoni, po bëj rroba të veç, do dal bashkë me ju, i thash. Po, sinqerisht. Edhe ashtu, pra është ajo forca e besimit në vetvete. Forca e besimit. Këmbulja që ti. Edhe diçka tjetër, kur isha në rreze, në aparatura kështu. Ç'a mendoje? O Zot më ndihmo. Luteshe. Lutesha. Zot më ndihmo. O Zot më ndihmo, o Zot më ndihmo. Aty, domethënë, edhe shkrehesha, edhe lutesha, edhe zbradhesha, edhe kërkoja të merja forcë. Kishe momente dhe dobësie kur ti qaje, kur ti Nuk kam e qarë. lëshoje. Nuk e qarë asnjë. Nuk kam qarë, jo. Nuk kam qarë, vetëm i kam kërkuar vetë qëndro, edhe Zot më ndihmo, vetë dhe Zotit, thashë. Për ta përmbyllur, duke qenë se jemi në minutën e fundit, drejtoj një mesazh grave që janë duke u përballur me këtë vështirësi në jetën e tyre, në shëndetin e tyre. Po, në radhë të parë ju të kërkojnë forcën brenda vetes. Të jem të qëndrueshme, të ushqejmë trurin dhe veten duke thënë që unë nuk dorëzohem, unë do të luftoj. Sidomos kur jeni edhe me angazhime, për hatër të fëmijëve, për hatër të njerëzve që ju ndihmojnë, jo vetëm moralisht, me dashuri, por edhe ana financiare që të vështirë. Është një nga pikat më Është shumë e vështirë. Po. Prandaj Më të ndjeshme të dakord, familjeve që duhet. përballen, drejt. Duhet. Ana financiare është tjetër gjë. Qëndroni të forta, mos u dorëzoni. Ky është mesazhi. Judita, e fundit, edhe për këtë pjesën e mesazhit, por edhe atë që përmendi zonja Fatbardha, dhe të falenderoj shumë dhe më bëhet qefi që je mirë, qofsh me shëndet. Faleminderit. Për pjesën e mbështetjes financiare, për pjesën e trajtimeve, që tek dita e pare deri në ditën kur këto trajtime që vazhdojnë dhe zgjasin, që shumë prej ilaçeve nuk janë në onkologjik, për sfidat me të cilat përballen jo vetëm këta individ, por familja, rresi familjar, fisi, të cilët i ndihmojnë apo jo, këto grase janë të papërballueshme vetë. Pra një nga sfidat e tjera, një nga luftat që i shoqëron këto graja është pikërisht dhe ana financiare. Tani me qenë se nuk kemi shumë kohë, do kisha përgatitur diçka tjetër më. Do thoja si fillimisht një mesazh do jepja, është kontrolli i hershëm shpëton jetë. Dhe të gjithë duhet të njohin faktorët e rrezikut. Mosha dhe trashëgimia gjenetike nuk varen nga ne, por ka faktorë të tjerë të cilët varen nga ne. Si shmangja konsumit të alkoolit, duhanit, kequshqyerja, ushqyerja jo shëndetshme, aktiviteti fizik, mënyra jetesës, duke njohur këto faktorë dhe duke i menaxhuar, zvogëlohet rreziku për kancer dhe çdo grua mund të kujdeset për shëndetin e saj. Një ekzaminimi klinik i gjirit nga një staf mjekësor i mirë trajnuar mund të zbulojë kancer në fazat e hershme dhe mund të shpëtojë jetën. Pra, parandalimi dhe kontrolli i hershëm shpëton jetë. Unë, me qenë se më dhat hapësirën, doja të theksoja nga ana tjetër dhe nevoja për këto gra që kanë kaluar kancerin e gjirit. Mungesa, protezat e silikonit nuk janë të rimbursueshme nga shteti në Shqipëri. Në fakt, në vendet të tjera të Europës janë të rimbursueshme dhe shumë gra, pjesa më e madhe grave nuk i përballojnë dot nga ana ekonomike. Kështu që ne organizojmë një event me datën 11 tetor këtë të shtunë. Eventi fillon nga ora 10 dhe zgjat deri në orën 12. Eventi quhet Race for the Cure, është më shumë se një formë gare apo aktiviteti sportiv. Të
gjithë të ardhra që do mblidhen nga regjistrimet do shkojnë pikërisht për blerjen e protezave të silikonit për këto gra. Sepse patjetër që është një patjetër. Nuk është thjesht një event, është një aktivitet, është një ditë solidariteti, shprese për gjithë të gra që kanë kaluar dhe përballen me këtë sfidë, kështu që ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve të bashkohen me ne në këtë akt humanitar dhe të festojmë për jetën. Qartë, faleminderit shumë Dita, faleminderit shumë zonja Fatbarda. Më bëhet qefi që je mirë. Dhe vazhdo të shkruash. Faleminderit dhe për mesazhet që përcollët. Ndërkohë, shkëputemi për publicitet, rikthehemi përsëri. Mirë se erdhët përsëri në Reze Dielli, jam me numerologen dhe astrologen Liza Gjika. Mirë se erdhe Dashu, kënaqësi që të kemi këtu. Mirë se u gjeta, faleminderit. Të herë për një panoramë astrologjike apo jo? Po. Jemi në një muaj vjeshtë gjithashtu, e po ashtu. Shumë e bukur. Të gjitha shenjat e zodiakut kanë ato karakteristikat e veta. Patjetër. Secila në sezonin e vet. Tani shkëlqen shumë për shembull pjesa e virgjëreshës, peshorja, pastaj vjen akreti, shigjetari, të merat, domethënë duke u nisur dhe duke u afruar dhe dimri. Janë shenja të forta, janë shenja, sidomos virgjëresha njerë që është e ndryshueshme, e paparashikueshme për disa gjëra, shumë analitike në fakt, por dhe me shumë gabime. Varet analiza që bëhet në vetvete. I themi ne ande nga ana jon, i bën sapet panxhi, pa pyetur hanxhiun. E kupton, por është shumë analitike dhe shpesh herë dhe ngatërohet në analizat e veta. E kupton, ngatërohet shumë, se janë shumë të thella. Do të ketë shumë kujdes, sidomos kjo periudhë, meqense nisëm te virgjëresha, meqense jemi në stinën e vet, edhe te peshorja, do të ketë shumë kujdes në ushqimet e veta, se kanë probleme me enderat, me zorët. Do të jenë tej maset kujdesshëm. Sidomos tani që futen edhe këto kimikate, tani ku do vej virgjëresha, do ketë probleme. I pëlqen shumë sportin, mene shumë e sport, mund të jenë artista shumë të mirë, janë shumë të zotë, i ka përdzejnë, të më thënë, nuk janë tipa që të lidhin kokën me shami, thonë qam gjeti, janë momental, po pasaja marrin revansh. Janë shumë elegant në mendime, duke sikur se u bën përshtypja, në fakt u bën përshtypja, e kam bërë analizën, po marrin mendime në vetvete. Kjo është një nisëm shumë e mirë dhe për disa shenja të tjera që janë të fjetura, që vriten në vetvete, kurse virgjëresha është përcimtare. Ndaj dhe quhet shenja e të ndryshueshmeve. Dhe këty marrim të gjithë iniciativa dhe ndryshojmë në shumë aspekte. Ne nisëm me virgjëreshën, duke qenë se përfundon koha e saj, është fundi tetorit, fillimi tetorit, siç jemi tani në këtë javë të tetorit, por do t'i marrim me radhë të gjitha shenjat e zodiakut, sepse na pëlqen të dimë çfarë na karakterizon ne secilës shenjë. Patjetër, po nisa që këtu me që është kjo pjesë. Është kjo periudha e vjeshtës së virgjëreshës. Atëherë kemi Dashin, që Dashi është gjithnjë iniciator, rëmbehet shpejt, do të jetë gjithmonë lider në fakt, dhe është, nuk është se s'është. Po këto varen edhe nga disa data. E kupton, jo të gjithë mund të jenë lidera, por disa data e bëjnë lider. Duan të tërheqin vëmendjen, mërziten kur nuk e vëmendje tek ai njeri. Dashët janë shumë të mirë në organizime, në për, çfarë thon, kompanira të mëdha apo ushtrira çfarë. Din t'i ndajnë detyrat, shumë bukur, kanë një mënyrë organizimi. Janë shumë të fortë. Mërziten shpejt dhe kanë një dhimbje koke të tmerrshme. Për shanset e tyre duhet veshin të kuqe në shetyre, e Marsi është i kuq. Janë shumë luftarak, ngrinden shpejt dhe mërziten shpejt, dhe mund të zihen shpejt me këta. Janë shumë punëtorë, përpiqen jashtëmase, janë ballë për ballë me peshoren, kanë shumë mirë të fortë pjesën e dashurisë, çështjet sentimentale, por dhe të pasurisë. Ditë ndajnë bukur këto gjëra. Tani kemi demin. Demët janë pak kokë fort. Duhet jetë fjala e fundit në çdo pozicion. Shpesh u mbasin edhe shoqërinë apo misin, ose marrëdhëniet që kanë, vetëm nga vendimi i fjalëve të tyre. Janë filozofë, janë shumë të mirë, janë shumë të dashur, janë shumë shoqëror, bëjnë shumë për shoqërinë, por gabimi i tyre është vula, domethënë duhet jetë ky ai që të vendosë. Dhe shpesh herë ngelen dhe vetëm, të jenë shumë të kujdesshëm. Por që se merren me biznese, din t'i menaxhojnë shumë bukur gjëra. Në qoftë se janë në një val me partnerin,
qoftë me gruan apo me të dashur, ose me partneritet në raporte pune, janë në një valë, shkojnë shumë bukur, kombinojnë shumë mirë. Në qoftë se nuk janë në një valë, mos të rinë afër demit. Se janë ata që do vendosin për Patjetër, vendimet dhe në personat e ortakëri. tjerë gjithë një zëmërojnë dhe mërziten me të. Është natyra e tyre, nuk është se mund ta bëjë me qëllimi gjë, po është natyra e tyre. Kështu janë, është agent. E ka brenda vetes. Se desha thosh edhe një agent tjetër të dashit. Janë shumë xheloz, ndaj ecin shumë, konkurrojnë gjithnjë në mendjen e tyre. Domethënë, letra e tyre personale është xhelozia. Po. Shumë e Pra, e ke theksuar. fjalën, janë xhelozi, janë Në të xheloz gjitha me të aspektet. tjerëve dhe kanë ambicet e tyre Në të për të gjitha ecur përpara. aspektet, letra e tyre është xhelozia. E kuptova. E kupton? Po, folëm për Dashin dhe Demin, kalojmë tek zotëjaku tjetër. Kemi binjakët, se radhën e parë ne nga bisedat që bëm harruam peshoren. Kritikat pa fund për peshoren. Peshorja është më mira nga të gjitha, ta dini këtë. Po nuk e harruam, ne thjesht ndryshuam Se dhe radhën. zodiaku e ka vendosur në mes peshoren, Balancon. sigurisht, të gjitha shenjave. marrim nga peshorja. Kështu që nuk harrohet peshorja, se s'na harron peshorja ne. Kalojmë Atëherë jemi kemi te binjakët që janë shumë të vrullshëm, shumë të shpejtë, të shkathët, të zotë, në të gjitha aspektet, gjithnjë ecin përpara. Domethënë, konkurenca me shpirtin e tyre është shumë luftarake. Ndonjëherë themi që dashi, por dhe gabojmë. Sepse dashi është i përqendruar te punët për të ecur, po është edhe për të karriera. Ndërsa binjakët bëjnë disa punë në të njëjtën kohë dhe ja arrin. Kanë një forcë të jashtëzakonshme të menduarit. Nëse një binjak është i kualifikuar mirë, si ata për shembull si moderatore, si puna jote, avokate, juriste, të çka janë këto, dhe se ka mërkurin, ditë të flasi shumë bukur, domethënë merr notën 10. Njeriu vlerësohet nga ajo që flet dhe nga ajo që vepron. Ka dhe një shkëlqim në sytë e tyre. Janë shumë të mirë, sporti ju pëlqen jashtë mase, janë shoqëror, te i mase shoqëror. Domethënë mënyra e të folrit të tyre është shumë e bukur. Jo të gjithë, se varet dhe çfarë kulture kanë, çfarë mësime kanë marrë, ku janë zhvilluar, ku janë trajtuar, çfarë familje shërit. Të gjitha këto janë Ndikojnë patjetër në formimin e tyre. te formimi i njeriut. Pastaj Jemi futemi te tek gaforet. gaforja. Gaforja është protokolle. Mban vetëm protokolle, nuk e shkel protokollin e vet, është shumë e kujdesshme se ndjen gjithnjë pasiguri, trembet nga misit e forta, se diçka do të ndodhë, domethënë gjithnjë ikën me këtë parantezë. Janë shumë të qeta, janë shumë të dashura, janë shumë të buta, po të kesh ndonjë problem mund t'ja thuash gafore se është e mendueshme, mendohet mirë, nuk nxiton, ta thot bukur atë që ka, ose e thot troç mendimin e vet. Është kështu, për mua si e shikon se çdo njeri ka kënd vështrimin e vet. Kështu që shikojmë një të stabilizuar në fakt. Ka dhe ajo tallazet e veta, sepse është shenja e ujit dhe varet se si ndikohet, dhe ndikojnë nga hëna, kuptohet. Desha thoshet e gaforja që primare kanë gjithmonë duhet vishen me perl, pana, është ngjyra e tyre, ajo portokallia e vrarë si e drurit, është ngjyra e tyre shumë e bukur. Në periudha kur kanë për të bërë në një event, apo diçka, apo në një që vjen për intervista, që janë këto. Të gjitha shenjat duhet veshin ngjyrat e tyre. Ose të mbajnë në një gur, ose diçka, që e kanë të tyre, kjo është energji. Po. Edhe merë dhe dritë, merë dhe... Vishet me atë energji, Me që se ndjetë nisëm tek bukur. ngjyra, tek shenjat e mëparshme, binjakët... Dashi ka të kuqen, Të kuqen. Demi ka ushtaraken, atë blun marin, të marinarve, si quhet ajo. Binjakët kanë kafen, kanë dhe jeshile brenda, më kupton? Gaforja si Gaforja si shkam shkam ngjyrën pana dhe perl, ka perlën si shëna. Ka perlën, ka dhe atë portokallon, e vrarë. e vrarë që duken nga dielli në buzë të detit. Pastaj futemi të luani, që ka të verdhën, ngjyrën e diellit. Luani ka epicëndrën e vet, ka diellin që ndriçon. Janë të qetë, të duruar, janë të ngrohtë, janë të dashur, janë shumë miqësor, janë të fortë, por më të forta janë femrat luanesha. Janë shumë të forta, janë shumë të zonja, ditë të drejtojnë shumë bukur. Edhe në biznes, edhe në shoqëri, në miqësi, e mbajnë ndezur ambientin, kurse luanët janë pak të tërhequr. Do të theksoja tani për këtë, se siç vjen, do të kenë kujdes luanët, jo të gjithë fitojnë me këto lojrat e fatit.
këta janë të dhënë mbas kësaj gjëje. Se shpeshherë fitojnë në fakt, po kur fitojnë janë ato që kanë lënë këta, janë pa pratë e tyre. Dhe këtu gabojnë, e kupton? Nuk dua ta them këtë gjë, po shans kanë ata. Kjo është një rrjet, domethënë një rregull. Janë ata që kanë lindë në 5 safi, jo që vjen nga përbërja, si për shembull 14-ta. Apo kupton, apo 23-shi. 5 safi, ose 5 në fund. Por në qoftë se edhe viti është njësh me ta që del 5 në fund, të janë shanset që të ndodhin një në kaq kohë. Më kupton? Si vjet për shembull që është 2025, që del një nënda është aleate shumë e mirë me 5-ën. Por jo ata që kanë lindur të rinjt, ata që e kanë kaluar dhe kanë numrin 5 në të ardhmen. Këto janë disa sekrete të vogla të numerologjisë, e kupton se ngatrohen ca njerëz. Dhe shumë njerëz nuk dinë horoskopin e tyre. Unë mund të flas për Luanin, ai mund të jetë dash, po mund ta ketë horoskopin me orën e lindjes. Luani, dhe thotë, unë nuk jam Luan, thotë, jam dash, po pse më doli kjo? Sepse ai ka horoskopi, mund të ketë hënën të Luani, në hartën e tij, cilin planet ka qendror dhe ku janë këto. Domethënë ka dhe këto sekrete. Kalojmë tek vizhërshën e thamë, përmendëm. Vizhërshën e thamë që në fillim. Tani të themi atë peshoren se kemi frikë se mos na kritikojnë prap. Tani dhe haruam në një kujtoni vetë dhe thoni vetë. S'ka zi të keqe. Ja u rikujtoj përsëri, se këtu jemi për kohë të gjatë. Atëherë, në sezon. Kemi peshoren që e kemi vendosur, është vendosur në mes, në qendër, që të marrim të gjithë ekuilibrin e saj. Peshorja ka një defekt. Më përpara, po ta pyesësh ose të krijohet një ambient, do thot gjithë një të keqen, por në të 100-ën e sekondës do ta lustroj, do fusë edhe të mirën. Nuk mund të eci dot vetëm në njërin krah. Detyrimisht do t'i fusë të dyja këto. I kanë agjentën e vet. Prandaj mos ja merrni për keq, mos u zëmëroni, mos u mërzisni, është natyra e peshorës e tillë. Njerëzit që e njohin dhe e din janë mësuar me këtë gjendje. Ata që se din, mërziten. Tani të pinë qikuj unë. Pishë qikuj, se ne pas peshores do kalojmë tek akrepi. Është një listë e gjatë 12 zodiak, po si që the dhe vetë, që ne të gjithë mund të kemi zodiakun ton, por horoskopi është tjetër. Bëhet fjalë për aksidentën? Po, ajo është horoskop, të thot vetë. Horoskop, ora thot. Të orës, kur kemi lindur, përpara dhe çfarë fuqie dhe ndikimi që kemi nga planetet. Akrepët, çfarë karakteristika kanë? Janë shumë potencial, kanë bazën e kundërshtimit, me çdo forcë bazën e kundërshtimit, në çdo lloj aspekti. Janë të fortë, kanë një memorie elefant, 10. Mbajnë mend shumë. Këta trazojnë shumë nga e kaluara. Kanë bazë familjen e tyre të madhe, familjen e vetë, domethënë, që ndërtojnë këtë. Prandaj kur shpeshherë kam thënë që kur doni një akrep, më mirë bini në dashuri më para me maman e akrepit, pastaj me akrepin. Janë shumë të lidhur, edhe gaforja është e lidhur me maman, po akrepi është më e dukshme kjo gjë tek ai. Bie shumë në sy. Janë njerëz të Zot, janë shumë të fortë, janë potencial, janë tipa të zjarrt, edhe në anën sentimentale, duan fort, dashurinë janë besnik në të, në qoftë se gjen një erotik shumë të fortë në dy palët, kuptohet. Qoftë nuk e gjen, janë shumë të Zot edhe të shkasin nga duart. Nëse. Pra, ishte interesante ajo lidhja me disa shenjave me mamat e tyre. Po, gaforja ka hënën. Hëna përfaqëson nënën. Shpjelloria. Dhe të detyrimisht gaforet janë të lidhura me nënën. Absolutisht. Për shembull, luanët janë të lidhur me baballarët, kanë diellin. Do apo nuk do, e kupton? Dhe të shikosh edhe femrat luanesha janë shumë mashkullore, edhe si fizik. Këta merren shumë herë me sport. E kupton, e kanë shumë gjatë sportin. Do të kenë shumë kujdes nëse merren me sport. Gjithnjë duhet të bëjnë ecje, se do kenë probleme me qarkullimin e gjakut, do të thotë dikush apo dhe doktoreshka. I mban astrologjia brenda. I përfshin disa elemente astrologjie. Nga akrepi, kalojmë tek shigjetarët. Jemi te shigjetarit, janë të fortë, të fuqishëm, të prekshëm, të dashur, shumë shoqëror. Dhe mërziten dhe shpejt, por ka shigjetarë që sulen dhe të kundërshtojnë, ka që tërhiqen dhe të lënë targën. Domethënë nuk merren, më kupton? Dhe kjo periudhë që po vjen tani për shembull është një periudhë shumë e mirë për këta, që i ndes disa motor. Karakteristike e shigjetarit është edhe këta kanë të kuqen, simboli i tyre, simboli zjarrit, përfaqësojnë zjarrin, kanë Jupiterin. Janë shumë të fortë, janë shumë besnik, e duan shumë shoqërinë, bëjnë shumë për ta harrojnë veten.
që në përgjithësi të gjithë duhet të harrojnë veten se bëjmë për shoqëri. Po s'desha veten, s'ka si duan të tjerë. Por shqiptarët e harrojnë ç'është e drejta këtë gjë. Kështu që të kenë mendjen në këtë rast tjetër. Po, bricjapët. Futemi te bricjapët. Këta vërtet e duan veten. Janë të vetmit që e duan shumë fort veten. Duan fort veten, duan fort buxhetin, luftojnë fort, janë karrierista, ecin, bëjnë disa punë, si që xhepin e tyre ta kenë të sigurt. Domethënë, unë shikoj pas siguri tek bricjapët, ndaj dhe luftojnë fort që t'jenë ngrohtë në anën e materjes, e kupton? Financiare. Kështu që luftojnë shumë fort, janë dhe shoqëror, kanë dhe një humor të lindur, që është e drejta, janë pak të shpërndarë në shumë aspekte, kanë shumë shoqëri të shpërndara kujt ja prishe, kujt janë drejq. Megjithatë janë njerëz të dashur, janë njerëz të mirë, janë njerëz të fortë, janë punëtor. Futemi te ujorët. Ujorët? Ujorët janë dallojnë si mençuria e zodiakut. Shikojmë pak më larg. Të zgjuar jemi të tërë, që e kapin prap. Ata mendojnë për tutje dhe i shikojnë gjërat me një shkallë më tutje. Janë inteligjenta dhe këtë e thash, të gjitha këto si është formimi këtyre njerëzve. Disa njerëz që ose kanë disa ëndra, si për shembull te ujori që jemi se kështu më vijnë këto flesh, nuk e kanë realizuar nga pengesa sistemi, familja, shoqëria, do t'i realizojnë diku më tutje, se këta shikojnë shumë larg, do thosh edhe ne shikojmë, do kesh në një planet brenda të ujorit. Shikojnë shumë larg, kanë mënyrën e të folë, janë nervoz, janë shumë nervoz, ka shumë te ujori që flasin pa limit, pa pike dhe pa presje, ka shumë të tjerë që nuk flasin fare, më kupton, por janë shumë të mirë për shoqëri, këta kërkojnë paqe e drejta, janë njerëz të paqes. Dhe shenja e fundit, peshqit. Janë shumë delikat. Dhe çuditërisht si bricjapi, se bricjapi, të kthehem pak, bricjapi kokën e ka dhi në majtë të malit dhe këmët i ka në det, peshk, gorgona. Këta janë shumë të lidhur me njëri tjetrin dhe kanë disa karakteristika të përbashkëta, si të çështja e parave. Peshqit janë shumë të lidhur mbas paras, profesionit, karrierës, ecin shumë, me shumë forcë për të arritur atje. Por, kur të dilni me peshqit, nuk do thoni që do dalin për ka, qëra unë t'i thuash. E kupton, nuk e lëshojnë shumë paran. E duan fort, e kanë shumë qef. Mund të aprishin për qefin e tyre, po paraja do t'jetë në xhepin e peshqve. Është më se e domosdoshme. Janë dhe tipa shumë të lëvizshëm, nuk mund të përqendrohen dot në një vend, nëse arrin një qëllim, syri shkon për mëtej, domethënë është gjithnjë duke ecur dhe duke kërkuar në eksplorim. Janë shoqëror, janë delikat, qajnë shpejt, preken shpejt, janë empatik, e kupton, kanë gjëra shumë pozitive. Por të gjitha këto kanë dhe pjesët negative të tyre. Po janë të mimizuara, jo të gjitha mund të jenë të forta. Unë nuk po i përmend se cili e di pjesën negative të veten, po përmend vetëm pjesët më të bukura dhe të forta që keni. Ndoshta edhe këtë pjesën e dobët ose negative ose e dim vetë. Jo më komforte të pushenit tyre, do t'i lëm herë të tjera, se do t'ja vëmë në pa. Do t'ja vëmë në pa, herë mbas here si mbas shenjave të tyre që kanë dhe këtë dhe këtë. Në sezon apo në kohë. Qartë. Se ato vinë në sezon dhe në kohë në fakt, në pozicione ose në situata. Qartë. Mirë, e dashurisë të falenderoj shumë. Shumë faleminderit për gjitha karakteristika dhe panoramën astrologjike që i treguam secilës shenjë. Do të shihemi përsëri javën tjetër. Shumë faleminderit, Rofsh, ishte kënaqësi për mua. Faleminderit, kesh një javë të mbar. Ne do të përshëndetemi së bashku, kalofshi dhe ju një ditë të bukur.